Komuna Groemir ka qenë ndalesa e radhës për takimet elektorale të strukturave të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kandidatët për deputet, me në krye të parin e listës, biznesmenin Agron Çela, zhvilluan një takim modest, por me domethënie të madhe në komunën që njihet si bastion i LSI-s. Në njësinë e qeverisjes vendore që njihet për prodhimin e duhanit, kandidati Çela premtoi se pas 23 qershorit nuk do të ketë vetëm mbështetje me investime direkte në bujqësi, por do të ndikojë me njohjet personale të biznesit për të sjellë në këtë zonë dhe investitorët më të mëdhenj të Ballkanit në prodhimin e cigareve, në mënyrë që të bashkëpunohet për shitjen e duhanit vendas. Do jemi gjithmonë zani i juaj dhe i gjithë Shkodrës, i gjithë sharkut të Shkodrës në Parlamentin e ardhshëm. Do jemi një zë i jashtëzakonshëm për përparimin e gjithë Shkodrës, siç kam ecë në bizneset e mia. Ne e dimë se jo vetëm Groemir, por në çdo vend të Shkodrës problematika ka të jashtëzakonshme. Kena planin e punësimit, i cili domethënë ka të qartë pikat e punësimit ku janë, edhe pika kryesore është për bujqësinë, ku LSI garanton në 4 vitet e ardhshme do ketë rreth 50.000 vende pune. Besoj që brenda kësaj jave që vjen do jenë disa mysafir edhe miq shumë të jashtëzakonshëm, shumë fuqishëm, 2 kompani të jashtëzakonshme dhe shumë forta, ku njëna është nga Greqia, e cila prodhon duhan për gjithë Ballkanin dhe quhet Balkan Tabako, dhe dyta është një kompani që vjen nga Novi Sad nga Serbia. Presojmë që materialin dhe prodhimet tona të njohin edhe të shohin mirë, edhe besoj që do jenë shumë cilësore, se këtu afër e kena dhe e shohim edhe me sy, domethënë. Besoj që do jetë një auguri mirë për të ardhmen e kësaj komune. Me ditën e dile, me datë 23, të votojmë LSI-n, votojmë numrin 26, se keni votuar për këtë djem, keni votuar për mua, keni votuar për gjithë Shkodrën. Banorët e kësaj komune theksuan se në 4 vitet e shkuar asnjë deputet nuk i ka takuar pas zgjedhjeve, ndërsa shprehen besimin ndaj kandidatit Çela. Se kanë zakon këtu, vini tu i thonë 2 fjalë, edhe për 4 vjet nuk shihen më në botë. Edhe të njohin para se më bëj biznesmen, e kanë respekt për ty, edhe për këta shokë që janë arrit me ta. Komuna Groemir s'ka një prodhim bujqësor, 95% si merret vetëm me duhanin. 5% mund merret me blegtori. Ndërsa i përgjigjen i popullit në komunën e Groemirës, edhe dejnë hantotit po komunë, na po flasim për komunën tonë, votat do t'i marrin njëjë si përgjigje. Inshallah fitore, i bëri gjakën në qelë si Groemir mos të harrojnë. LSI-ja si forcë politike, moderne, që i përket sarmës, takimin e parë, që ose kujtohet në 2005, Zoti Meta e bëni këtu në Groemir. Është një forcë politike në zgjerim, e cila i ka dhënë edhe ato shenjat e veta të progresit. Në komunën tonë sot, Lëvizja Socialiste për Integrim është forcë e parë politike. Në këtë takim ishin të pranishëm kryetari i LSI-s për Malsinë e Madhe Sytkin Dreca, kandidatët për deputet Ridvan Heba i Edi Smajlej dhe koordinatori i LSI-s Gzim Podgorica. Duhet të them që Shkodra ka pas zgjedhjen e saj. Shkodra është vendosur për të votuar për kandidatët e LSI-s për të kryesuar nga zoti Agron Çela. E gjitha kjo është një garanci më shumë dhe këtë garanci e shtojnë edhe kandidatët tanë, profilet e cilëve janë besoj të njohur për jush, duke filluar nga zoti Çela, i cili ka një background pozitiv, i cili ka një atribut të shquar në zonën e Shkodrës për kontributin e tij, të dhënë në disa fusha, dhe ky kontribut normalisht që do pasurohet shumë më tepër me aktivitetin e tij në jetën politike.